dashurinë e ke brenda vetes. Rudinë e dashur, se kam shumë respekt dhe ju adhuroj për gjithë atë që bëni. Besoj se njeriu kur do me shpirt është i mbushur dhe unë nga që gjithmonë dashurinë time tek çdo njeri e jap me shpirt. Se kam qenë e mbushur gjithë jetën, unë kam të jap. Kur je e mbushur keq të japësh. Kur i ke me pakica ato nuk mund t'i ndash. E them me keqardhje sepse komuniteti shqiptar atje në Greqi lë për të dëshiruar sepse nuk bëhet bashk. Dhe unë, nga që kam qenë që në ato vite nën kryetare shoqatës dhe i njoh edhe paraardhësit, nuk them ambasadorët, flase, ambasada është shtëpia jonë atje, shtëpia e shqiptarëve. Sa më që u takova, u kënaqa shumë atë ditë me ju. Ndonjë pak, unë isha në kushte problematike shëndetit dhe nënës duhet ikja dhe për fat ika në kohë, po u kënaqa atë moment edhe u qetësova. Edhe e them kështu sepse ambasadorja, zonja Luela Hajdaraga, është një figurë që vërtet duhet vlerësuar, duhet adhuruar, duhet se i hapi derën shqiptarëve. Edhe shqiptarit të thjeshtë, se neve që merreshim me shoqata dhe e kishim derën e hapur shumë, edhe nga të tjerët, nga paraardhësit, sepse paraardhësja ishte edhe zonja që ishte nga Elbasani, që i kishim ambasadore, dhe ajo shumë e mirë, shumë e dashur, për Luela bëri atë ndryshimin. E them kështu, sepse i hapi derën të gjithëve, i bëri njerëzit të ndjeheshin që janë diçka dhe ata. Se mos e shiko Majlinda, se Majlinda në Greqi për shembull e kishte atë se e dinte greqishtën dhe gjithmonë e kishte kokën larg. Të tjerët po, kishin edhe in shoq derisa se e mësoi gjuhën shpejt ai se donte mos ndryshonte nga Majlinda, e ke parasysh ishim gjithmonë edhe për 3 muaj e kam mësuar. 3 muaj greqishtën. Dhe fles shumë mirë. Po, e kanë çik edhe talentat. Bravo. Është në Greqi apo është në Shqipëri? Në Greqi. Nuk i ku, asaj je? Jo, atje jemi dhe vazhdojmë tek shoqata e Elbasanit ai, unë u largova. Mund të rinim pastarjes bashkë? Jo, s'mund të rinim, por jam një çik gjërat i dua strikte, dhe në rast se diçka nuk më pëlqen dhe nuk ndryshon, më mirë iki. Po çfarë të pëlqeu te bashkëshorti që ike? Jo, tek me bashkëshortin filloi një çik grindja, jo s'do shkosh atje, jo nuk do ashtu. Po kur, kaq vonë nuk i dua? Po pra, bëhen sa gjëra, nuk e di përse, janë për të ndodhur, nuk e di. Unë gjithmonë do ta dua dhe them dhe e di dhe ai se nuk, por tham më mirë të ndajemi, e bë me mirë kuptim të ashtu, po. Edhe jemi mirë. Kemi fëmijë për bukuri, nuk mund të them, si dy yje, edhe ne, unë i uroj të jetë gjithmonë i shëndetshëm, të ketë çfarë t'i doj zemra. Ti je vetëm tani? Unë vetëm jam. Je vetëm. Dhe vetëm do jem se. Pse nuk mendon që mund të jesh në një lidhje që jeta vazhdon? Mirë, në një lidhje jam nga ato njerëzit që duhet dashuroj dika që t'jem bashkë me ta. Dhe ajo dashuria nuk është kështu. Erdhi kështu, iku erdhi. Pastaj janë edhe disa standarde jete kur nuk e di, nejse. Nuk e di. E hapur jam. Po, nuk. Po krave çfarë i bën që i ke kaq mirë? Krave. Krave. Notoj dimër ver. Noton. Për ditë. Wow. Çdo ditë. Je shumë mirë. Je shumë mirë, shkëlqen. Çdo ditë. Shkëlqimi i syve, i lëkurës, i çdo gjëje. Faleminderit, por është dhe nga brenda ajo kur je mirë, besoj se është. Se njerëzit thonë marr vitamina e kështu është. Po marr vitaminat i pi gjitha unë, por vitaminat unë i pi, se s'diskutohet se dhe ato kanë një merit të madhe, por besoj se gjendja shpirtërore është ajo që reflekton tek syt, tek gjithçka. Shkëlqet gjithmonë. Dhe shpërndas shkëlqim edhe jep një dorë në këtë kam disa nxënës të bukur atje. Por këto janë të shoqatës së Elbasanit. Janë shoqata e Elbasanit. Janë 2 mësueset që janë bashkë me shoqatën e Elbasanit dhe unë i kam nxënësit jam në një zonë të Athinës. Të vegjël janë, po dhe ato që kam unë të vegjël. Nuk e di, nuk të dhash besoj libër erën e kaluar, do t'i jap sot prallat e Pitilushës sepse shumë mirë, po. Patjetër, madje më kërkoi një zysh që të Boralta që të flas t'ja u lexoj online. Boralta, po, do t'i lexoj thash prallat. Patjetër. Sepse kjo është gjëja që dua të bëj, të lidhemi sa më shumë. Të lidhemi dhe fëmijët kanë nevojë se unë shoh atje ato dhe unë ato që kam
këtë vit janë të vegjël, janë 7 deri në 10 vjeç, por e kanë atë dëshirën dhe e ke parasysh atë dy gjuhësinë që bëjmë neve, sepse i flasim edhe greqisht edhe shqip që ta përvetsojnë më mirë. Dhe është kënaqësi dhe ajo. Ja, vetëm një sekond që unë të marrë dikë të më sjelli prallat, tani jemi duke regjistruar, por nuk ka asnjë problem. Po, patjetër. Sepse duhet të lutem prallat e Pitilushës, edhe tregimet, më sill në s'ka gjë, hape dera, nuk ka probleme, edhe pse jemi regjistrim. Dhe jemi është diçka që duhet ta bëja, po erdha me vrap aty, nuk i dash askujt asgjë, po tani jemi në kohë, domethënë të ta dhuroj këtë dhe pastaj të dhuroj çdo fëmijë, kudo që është, një prall, sepse te fëmijëria do dhe gjitha. Më thënë aty ndodh. Aty ndodh dashuria, aty ndodh tregimi. Çdo gjë e marrim që të vegjël. Ja, faleminderit Lorena, sepse duhet t'i dhuroja, duhet t'i merra përpara, po s'ka që, ja, i mora. Najsi. Ja, këto janë. Shumë faleminderit. Prallat e Pitilushës, këto janë shqip edhe anglisht, por po mendoj që t'i bëj shqip edhe greqisht. Edhe ashtu, por fëmijët mësojnë edhe anglishtën, e kanë bile, patjetër. E po mirë, atëherë edhe kur ti bëni dhe, po unë do t'i marrë dhe ato, se ja lexojmë atje, edhe kanë kënaqësinë ose do ja jap ti lexoj një herë. Që ti jetë aty edhe shqipja, se këtë e bëra unë për niprit e mi, atëherë, do të ishte një gjë që e bëra me vajzën, për niprit që nuk flisnin shqip, dhe thash duke e parë anglisht, do ta lexojnë edhe shqip. Pikërisht. Dhe kjo është të ruajmë gjuhën, po edhe duke mbajtur gjuhën e vendit ku jemi. Dhe unë jam një ashtu se për shembull siç ka mësuar atëherë dhe i di ato gjë dhe i them edhe prindërve se kanë një çik atë frikën se mos nga që bobo po mos i flasim nuk do hynë dhe nuk do jenë të njëjtë me fëmijët e tjerë të shkollës. Ju a them me bindje të plot që në vogli sa më shumë gjuhë ti flisni, të gjitha janë në memoria dhe do i mësojnë më shpejt. Siç ngelet dashuria përgjithmonë, kështu ngelen edhe gjuhët, edhe kujtimet, edhe prallat, prandaj me pralla, kam pas atë babin që për ditë më lexonte pralla. Edhe në greqisht dhe në shqip atëherë, nuk e kam sinqerisht. Edhe shqyqur zoti tashi edhe televizori mund të klikosh edhe kompjuteret që ka në përduar edhe celularet të gjitha, gjejnë çdo gjë, edhe prallat. Edhe por libri është ngelet gjithmonë. Edhe shumë Alinda, shumë faleminderit. Kënaqësi që u kisha sot. Unë ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj suksese dhe ju falenderoj që bëni që na keni hapur një dritare. Është dritarja e shqiptarëve kudo që janë, kudo je ti ka Shqipëri. Regjistrohu tek dritare televizion dhe Rudina Xhunga dhe na u bashko me historinë tënde të jetës. Tani do t'rregojmë histori jete, jo vetëm histori vuajtjesh, problemesh, karriere, pune, po historinë e zemrës. Kemi nevojë të zbrasim zemrën. Faleminderit.